Ka nisur regjistrimet në kopshtet e qerdet e Bashkisë Korç. Këshilltarja për arsimin parashkollor Udina Lako bën me dije se afati përfundimtar për regjistrim është data 25 qershor dhe udhëzon prindrit mbi dokumentacionin që duhet të dorëzojnë pranë institucioneve. Dokumentacioni që duhet për fëmijët është një certifikat personale e fëmijës me fotografi, një certifikat familjare, duhet është një format për vaksinimin nga konsultori për vaksinimin e fëmijëve, ndërsa për qerdhen duhet dhe një dokument shtesë përveç këtyre, një dokument që në momentin e regjistrimit fëmija është i shëndetshëm. Lako vlerëson pozitivisht punën e mësuesve ndihmës, duke qenë tashmë arsimi gjithëpërfshirës edhe për fëmijë me nevoja ndryshe. Edhe arsimi i parashkollor ka të detyruar vendosjen e mësuesve ndihmës në rastet kur kemi fëmijë me aftësinë ndryshe. Ku fëmijët që janë me aftësi ndryshe vlerësohen nga një komision multidisiplinar për vlerësimin e kohës sa duhet të qëndrojë mësuesi ndihmës aty dhe në bazë të kohës bëhet dhe emërimi i mësuesve. Kjo është vërtet shumë efikase, pasi ata mësues janë vërtet ndihmës për mësuesin e grupit, të klasës, por edhe në veçanti për fëmijën që është me problematikë, duke përdorur programe të thjeshta në varësi të problematikës që shfaq fëmija. Në Bashkinë Korç ka 48 kopshte dhe 2 qerdhe. Për vitin mësimor 2024-2025, në kopësht janë regjistruar 1560 fëmijë dhe 174 në qerdhe.